Zoti Vokri, çfarë do të thotë kjo për Juve dhe për Kosovën? Për neve të gjithëve do të thotë jo për mua, po për neve të gjithëve domthonë është një moment historik, i cila është arritur me shumë mund. Më së miri ju po edhe sot në mbledhjen e sotme se sa vështirë ka qenë të punohet në këto rrethona me plot obstruksione të them të anëmiqve, ndoshta anëmiqve sportiv po flas, dhe mendoj që kjo është një fitore e madhe të gjithëve, shumë sponsorëve, donatorëve, duke mos i harruar edhe ata që nuk janë mesin ton, që ndërkohë përpara kanë dhënë shumë për futbollin e Kosovës, dhe mendoj që kjo është një rekompensë, një kompenzim, si të them, për të gjithë, dhe duhet jemi krenar që ne arritëm sot këtë fitore kundër disa kundërshtarëve që nuk janë të lehtë. A prisni që Kosova të kalojë kësaj edhe në FIFA? Mendoj që tash do të jetë më lehtë, duke marrë parasysh që kriteri i parë është për pranim në FIFA duhet të jetë antar i Konfederatës, pastaj për pranim në FIFA. Domthonë ne arritëm sot që të bëjmë antar i plot i Konfederatës Evropiane UEFA-s, dhe tash janë rrugët e hapura për mas një jave me 12-13 që të jemi edhe në FIFA, dhe e cili vendim i FIFA-s do të na shpijë në kvalifikime për kampionatin botëror. A është Kosova gati për gara të nivelit të tillë? Kosova në sa i përket planit sportiv sigurisht që ndoshta nuk jemi 100% gati, mirë po kemi edhe pak kohë dhe varet me çfarë lojtarësh do të startojmë në këtë eveniment. Mirë po mendoj që ka una infrastrukturore duhet qysh Ministria e Sportit ka kuptuar shumë seriozisht këtë punë, dhe më njëherë është aranjuar që të fillojmë punimet në këto 2 ditë. Zoti Vokri, faleminderit, urime sukses. Faleminderit.